Bogji Milano, sponsor zyrtar i FIFA Club World Cup, organizoi një event ekskluziv në prag të botërorit, ku morën pjesë emrat e njohur të futbollit. Bogji u kriju nga Paolo Boggi në Monza të Italisë në vitin 1939. Fillimisht si dyqan i kostumeve klasike. Mandej në vitin 1963 është hap dyqani i parë në Milano dhe prej atëherë deri tash ka mbi 300 dyqane në Europë, Azi, Lindje edhe Amerikë. Boggi si vjet është sponsor në Kupën e Botës edhe ka kriju një kapsull enkas për këtë event. I kemi 8 shtete që kanë fitu mas shumë të Kupën e Botës në ndër vite, që i kemi edhe në prezent këto, është në bluz edhe në polo. Realisht, në fillim, jemi befasu se Boggi ka qenë vetëm në disa dyqane multibrand, si Monostor është hap vitin e kalum. Po njerëz e ka njohë Begi si shumë edhe e kanë pranu shumë, se Boggi është shumë minimalist, punon shumë materiale, i kushton shumë rëndësi materialeve, edhe njerëz normal njihen rahat, ju pëlqen si brand, ju pëlqen materialet. I pranishëm në event ishte edhe Kushtrim Ushinca, i cili ndoqi nga afër këtë mbrëmje të veçantë. Po për neve, si komunitet i sportit, futbollit këtë rast, është kënaqësi dhe nder të jemi në një event si ky, edhe është rast i mirë, po ashtu mu bashkuna disa që kemi lujtish kolegë, edhe me pas rastin mu njohlu me këto kolektoret e reja të Bogjit. Sigurisht që Bogji po promovon edhe sportin, futbolin, ndaj edhe jam i lumtur që ndodhin këto evente në vendin tonë. Po tash e kam edhe pjesën që e kam qef, e kam një simpati për disa kombëtare, 1-2, kombëtarën evropiane, e kam Anglinë që kisha pas dëshirë me fitu botrorin, e që ka potencial të mirë, gjithashtu sepse ka futbolist shumë cilësor dhe ka një gjenerat shumë të mirë. Anën tjetër, nëse mbron titullin Argentina, do të kishë bërë qefi, se qysh në Kozli e kam simpatizu Argentinën. Po thëmë prap, këto është një kombinim mes qefit, po dhe cilësive që i posedojnë të dy këto kombëtare. Me koleksionin e veçantë të krijuar për këtë kompeticion prestigjioz, marka prezantoi stilin dhe elegancën që shoqërojnë futbollin modern.